Mbushen këtë të diel 45 vjet të ndarjes nga jeta të mjeshtrit të fotografisë shqiptare, pogradëcarit Misto Cici. Një qytet dhe shkuara që i flasin historisë janë ditari faktik i një pogradeci që ka ndryshuar në vite përmes fotografive të shkrepura prej tij. Por jo vetëm kaq. Në arkivin e mjeshtrit Cici ka edhe gëzime hidhërime nga jeta e personaliteteve të kohës apo vetë banorëve të qytetit bregliqenor, që evidentojnë mes mira shkrepjeve njerëzit e tyre të dashur që kanë ndërruar jetë. Dasma, pagëzime dhe hidhërime gjenden në këtë arkiv briljant. Me e rëndësishmja e prezencës së fotografive është se mes tyre evidentohet arkitektura e papërsëritshme e shtëpive të pogradecit, një pjesë e të cilave nuk janë më. Fototeka artistit të fotografisë Bardezi ndodhet në lagjen historike të Toplecit, pranë kishës së vjetër ortodokse, Fjetja e Shën Maris. Në shtëpinë e Misto Cicit, besa e tij, arkitektja Amanda Cici ka kuruar plot dashuri e pasion fotot e rralla të mjeshtrit të fotografisë. Gjenden aty jo vetëm stampimet e vjetra, por edhe negativet në xhama, të cilët u ruajtën dhe u trashëguan ndërfamiljar nga bashortja e të ndjerit, zonja e fotografit Afroviti.